Cilat janë trajtimet hit që bën juve në klinikën tuaj në Kosovë? Pjesa e tretmaneve anti-rudh është trajtimi që për momentin do më thonë është trajtimi më i popularizuar. Pastaj pjesa e mbushjes buzëve, unë si person që e kam teknikën time që vesa se kom patentu, është teknikë unifikuese, teknika Linda's Lips, është teknikë e cila është teknikë unifikuese imja për i modelimin e buzëve. Ku qëndron e veçanta kësaj teknike? Sepse të Russian Lips të vjan pjesa vermilionit, edhe të Russian Lips me patjetër buza migron, ndërsa të Linda's Lips jo, sepse fokusohem edhe të vendosja volumit të buzëve, pastaj kthena te kontura e buzëve në mënyrë që mos migroj fillire. Por ti nuk e pëlqen Russian Lips, pëlqen më shumë Linda Lips. E pëlqej për disa buzë saktume, mendoj që buza me Russian Lips është shumë gjatësore dhe nuk e ka volumin që i duhet një buze për me u dogë buzë natyrale, kështu që unë para pëlqej edhe volumin që shtohet brenda buzës me patjetër edhe pjesën e konturimit. Që mos duket në profil si një gjë kështu, e shkëputur nga portreti apo jo. Duken shumë flat në profil, edhe duket pjesa e vermilionit shumë egzageruar, ndërsa vermilioni është konturi? Vermilioni është kjo pjesa e konturit të buzës, ndërsa kur e shton edhe volumin në pjesën e buzës, buza duket shumë natyrale dhe është teknika që më karakterizon. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.